të gjithëve, mirë se keni ardhur në Globe Talent. Unë jam Joklin, një modele ndërkombëtare, kërcimtare dhe një prezantuese. Sot me ju dua të flas për një temë shumë të çmuar, dritën që çdo fëmijë ka brenda vetes. Çdo fëmijë e ka një talent, një ëndër ose një zë që mund të ndryshojë botën. Por jo të gjithë kanë mundësinë për ta shprehur. Disa fëmijë jetojnë në luftra, disa janë të sëmurë, dhe disa nuk kanë askënd që t'i mbështes. Por ajo dritë brenda tyre nuk shuhet kurrë. Ajo ndes shpresë edhe në errësirën më të madhe. Unë jam këtu sot me mundësinë për të kërkuar, për të prezantuar dhe për të ndriçuar skenën me pasionin tim. Dhe kjo më mëson diçka të rëndësishme. Çdo fëmiu duhet të jepë një mundësi për të shkëlqyer, për të ndërruar dhe për të ndarë dritën e tij me botën. Le të jemi ne ata që japim shpresa, që hapim dyert dhe që japim shanse, sepse një buzëqeshje e dhënë një fëmije, një fjalë e ngrohtë, një shans i vogël mund të ndesë një univers të tërë shprese. Sepse fëmijët janë yje që fluturojnë në qiellin e ëndrave të tyre. Dhe ne jemi ata që i ndihmojnë të fluturojnë. Dhe ta bëjmë botën një vend ku çdo fëmijë mund të buzëqesh, mund të ndërrojë e të ndriçojë. Sepse drita e një fëmije është drita që mund të ndryshojë botën. Faleminderit.